Partia Socialiste dhe Partia Demokratike ranë dakord sot në kuvend për miratimin e ngritjes së 2 komisioneve të posaçme parlamentare. Komisioni i Reformës Zgjedhore, i cili u miratua me 113 vota pro dhe 3 kundër, dhe Komisioni i Reformës Territoriale, që u miratua me 115 vota pro dhe 3 kundër. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se këtë vendim Partia Demokratike e mori për 2 arsye. Ne sot votuam ngritjen e këtyre komisioneve për 2 arsye themelore. Spari janë një seri e pafundme e rekomandimeve të OSBE-ODIHR-it, të cilat ne i kemi pranuar dhe besojmë se janë të rëndësishme. OSBE-ODIHR ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe në raportin e fundit damkosin në mënyrë përfundimtare si një farsë e shëmtuar zgjedhore zgjedhjet e 11 majit. Në këtë kontekst, ne ndjehemi detyruar ndaj tyre që orientimet e drejta dhe rekomandimet e drejta ti kthejmë në ligj, ndonse deklarojmë se në mënyrë absolute me Edi Ramën shqiptarët nuk do votojnë kurrë si qytetarë të lirë. Kjo është e vërteta. Së dyti, reforma territoriale ishte një antireform në të cilën u vendosten standardet e pabarazisë maksimale. Mjafton të rikujtoj këtu se qarku i Gjirokastës me 120.000 banor ka 7 njësi, qarku i Tiranës me mbi 1 milion banor ka 4 njësi. Sigurisht që ne do bëjmë gjithçka që këto padrejtësi maksimale të largohen, të anullohen. Dhe kjo mendimin e Kongresit të autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Europës. Pra, kjo është arsyeja sepse ne i votuam këto 2 komisione, ndonse me bindjen më të thellë se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje, me Edi Ramën nuk ka vot të lirë dhe është vetëm vendimi i qytetarëve, ai që do u rikthejë shqiptarëve votën, është përpjekje e opozitës, ai që do u rikthejë shqiptarëve votën. Sa i përket përbërjes së komisioneve, do të ketë secila nga 16 antar. Në komisionin e zgjedhores, 7 antar do t'i përkasin Partisë Socialiste dhe 7 Partisë Demokratike. 2 antar do të jenë nga partitë të cilat në zgjedhjet e 11 majit kanë fituar të paktën 2 mandate, përkatësisht Partia Social-Demokrate dhe Partia Mundësia. Ndërsa në komisionin e territoriales, Partia Socialiste do të ketë 8 deputet, Partia Demokratike 6, ndërsa një përfaqësues do të jetë i grupit parlamentar Aleanca për Ndryshim dhe një përfaqësues i grupit parlamentar të Partisë së Lirisë.